Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Kur unë ika, do me thënë, kam ikur me një synim të qartë, në kuptimin që unë e dija që do më priste jashtë, e dija që lash, emocionalisht isha deri diku e përgatitur. Rezultoja ma që ishte një gënjeshtër shumë e madhe, sepse ti asnjëherë nuk je emocionalisht shumë i përgatitur për të qenë larg familjes tënde, larg vendit. Mua më pëlqejnë patjetër që më pëlqen të shikoj filma, po nuk jam nga këto filma diktit që unë të jem çdo javë ose çdo fundjavë ose ku diun në kinema ose të marr laptopin. Mua më pëlqen që të kem një plan të ditës, po themi. Dhe shumë e çuditshme se kjo është vetëm ana ime profesionale. Këtë gjë vetëm me përqasjen që ke ndaj ndryshimet se sa më shumë me gjinin. Do me thënë për mua është si ti jesh mashkull, si ti jesh femër, në momenti që ke një përqasje pozitive ndaj ndryshimit, unë mendoj që ja del. Dhe pastaj kur vjen këtej, ti e kupton që kur të tjerët e marrin me shumë qetësi atë pjesën e procesit, pritjes, për ne është gjithmonë ajo luftë e brendshme që prit se unë nuk duhet pres, duhet ta bëj dhe këtë e tjera që ne e kemi mendoj. E dyta pastaj është mosbesimi që ti vjen nga një vend jo europian dhe se si do përballesh ti me një treg europian. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Kur bëhen gjitha përgatitjet, kur bëhen spontanisht, çik më tej, çik më andej, po s'ka gjë se ti je bukur vet, jemi shumë të mirë se edhe si ka mundësi që unë gjithmonë mendoj diçka të bukur përpara, kur i them kur i jap mirë se ardhi njerëzve dhe pastaj i them mirë se erdhe dhe system shutdown, nuk më vjen mend çdo gjë që mendova, domethënë më del nga mendja komplet. Më mirë është kështu, më mirë ta lëm spontanisht, kështu që le të rrjedhë biseda shumë natyralisht, s'ka nevojë që të marrim kështu para përgatitje. Ajo, ashtu ka lezet. Risha bëra unë herën e fundit, podcastin e fundit që të shtuar në Mirila Përdhane dhe nga dëshira ime shumë e madhe për ta bërë të ndjej mirë, domethënë, edhe për ta bërë të ndjej i vlerësuar se është. Nuk është se nuk është person që ka lexuar, ka qenë arritur, ka shkruar libra, domethënë ka 2 lek në kokë më shumë se unë apo nuk e di. Edhe kam nisur aq keq podcastin, sa më ka ardhur shumë turp nga vetja ime, po nuk e pres dot tash se gja është i ngarkuar dhe e pash për herë të parë sot mbase ishte ngarkuar. Edhe në një moment atje i them më ndihmon që të ngrej nivelin e podcastit, domethënë. Që në mënyrë pasive i bi që deri tash ka qenë vari lesh, domethënë edhe të gjitha të tjerët që kanë folur me mua s'kan bërë asnjë lek, edhe shumë e turpshme dhe të gjithë ata dëgjojnë. Unë e kërkoj falje publikisht, bëj autokritik përpara shokëve dhe unë jam jo vetëm falendërues, por edhe shumë i kënaqur për çdo episod podcasti që kam bërë, kështu që patjetër. Tani po ndjej unë peer pressure sepse i bie që unë do të impostohem tani dhe do të dalë çdo gjë okay, do të themi çdo gjë okay, kështu që unë jam do i themi ta marrim. Nuk ka gjë më të bukur kur e bën gabime dhe korrigjon prapë. E ke parasysh sepse edhe po ta kisha prerë, okay, po ta kisha prerë, nuk do të kisha unë atë ndjesinë e keqe për shkak se nuk do të kishte dëgjuar njëri, por më mirë kështu, më mirë që e vëre gabimin dhe ke mundësi edhe të shprehesh unë. Çfarë bën sa herë nga puna? Unë aktualisht jam akoma në ambientet e punës, me thënë drejtën, mendova që okay, meqense ishte dita e ngarkuar, thash po mbaroj edhe këtë gjën që ne para përgatitëm bashkë e lam, edhe pastaj të vazhdoj me pjesën tjetër, por që relativisht një ditë jo fort e keqe. Unë jam shumë e lumtur kur kam ditë të zëna, sepse më duket sikur në fund ditës pastaj i kam arritur ato 2-3 objektivat e mia dhe më jep një lloj kënaqësie ajo gjithmonë. Sado edhe e mbushur e ngarkuar të jetë dita, kur e di që ka rezultat, atëherë pastaj them, okay, Armela, ishte një ditë që ja vlejti, po themi. Kështu që po edhe sot më ishte. Provatit jemi një çik me shkarje ledhin që mendojmë kështu, domethënë se njerëzit kanë qejf të kenë disa ditë pasive, ditë jo shumë të ngarkuara për shumë. Po unë jam me një mendim me ty që mua më duket nuk e di, si më duket vetë si i pa vlerë kur dita nuk është e mbushur edhe nuk nxjerrë gjë. Më duket sikur s'kam bërë asnjë gjë ose sikur kam bërë shumë pak, ose sikur më të bëja shumë herë më shumë, domethënë. Edhe nuk e di nëse është gjithmonë një ndjesi e shëndetshme kjo. Ndoshta s'është edhe aq e shëndetshme, se jemi gjithmonë ndoshta me atë kërkimin e adrenalinës, doam gjithmonë më shumë, në fund ditës do të kesh atë vetë kënaqësinë, po që për mos të hyrë aq shumë asaj anës psikologjike, unë e marr më shumë kështu si përfundim të detyrave, po themi. Ndoshta po flas kështu si financiere tani, po futem në rol, po ideja është që kur mua më pëlqen që të kem një plan të ditës, po themi. Dhe shumë e çuditshme se kjo është vetëm ana ime
profesionale, se për sa i përket pastaj anës personale, jam njëri shumë spontan, nuk para planifikohem, kurse nga profesioni më pëlqen kjo organizimi, përmbushja e detyrave, një plan ditor dhe prandaj më duket sikur ajo 8 orarshi, 9 orarshi i punës, ja vleti, pati ato rezultatet e veta dhe tani vjen dita tjetër që do ketë ato sfidat e reja. Kështu që mendoj që është gjë pozitive, nuk më duket gjë negative. Tani në varësi edhe të profesioneve, kupton, ndoshta normalisht. Jo, unë nuk është se shikoj si negative, thjesht për vetëm i fakt të më thënë që jam nuk me shumë persona, domethënë që këto gjëra nuk i mendon fare, nuk i kalojnë fare, domethënë në kokën, më duket që vetja ndonjëherë më duket si i smur, sikur jam unë problematike. Po gjithsesi financiere, Armela, mirë 24, kush jeni nga telefononi. Patjetër. Ne u takuam okay, unë do ta dërgoj këtë mini historinë e vogël më mbrapa, do më tregosh një çik ti për veten tënde. Po, patjetër. Po mos tregoj modeste, se unë nuk e kam shumë qejf kur tregoj njerëzit modest. Jepi. Shkrihet talent. Atë çka unë përfaqësoj deri tani, as nuk do zbukuroj, as nuk do heq gjëra, do ta bëj në mënyrë shumë të përmbledhur. Mendoj që jam një person deri diku modest. Unë prej 4 vitesh tashmë jam në Gjermani. Kam qenë në Shqipëri më përpara. Kam mbaruar economics në Fakultetin e Ekonomisë në Tiranë. Kam bërë master, bachelor aty të përfunduara dhe këtej kam bërë vetëm atë njohjen e diplomës dhe pastaj u futa me kokë në kërkimin edhe zbulimin e tregut gjerman, po themi. Jam 33 vjeç, më pëlqen që të jem gjithmonë në kërkim të këtyre gjërave të reja, sfidave të reja, të jem njeri që më pëlqen ajo përmbushja, vetë përmbushja dhe më duket sikur ajo jeta standarde, e mërzitshme, që është e qetë, po themi, nuk është për mua dhe prandaj kam menduar që Gjermania do ishte ajo sfida ime e madhe dhe ndoshta ajo që unë kërkoja për të ndjerë me vetë përmbushur. Ka qenë realisht shumë spontanisht ajo qëllimi im për të ardhur në Gjermani, nuk ka qenë e rimenduar, po themi, por përpara se të vija këtu në Gjermani, unë kam jetuar për 1 vit në Maltë, 1 vit e pak, dhe aty më shumë u njoha dhe me të tjerë që punonin remote nga Malta për kompani gjermane, dhe aty u njoha me gjuhën gjermane, me kompanisë gjermane dhe me mentalitetin e të ikurit në Gjermani. Do me thënë për mua, nga Shqipëria ishte mentaliteti që okay, ta provoj për të ikur jashtë, por jo Gjermani. Dhe në Maltë pastaj ishte ajo që jeta u bë shumë e qetë, u bë çdo gjë shumë standarde dhe unë thash okay, tani ose do kthehem në Shqipëri ose do provoj një herë Gjermani. Dhe për mua ishte sfidë sepse unë erdha këtu pa gjuhën, pa asnjë lloj informacioni, po themi të përgjithshëm, ndoshta kjo ka qenë gabim, por që unë e kam menduar dhe jam përgjithsisht njëri që unë i futem gjërave me kokë, kam thënë okay, do e provoj dhe pastaj si të dali, si të jetë rruga e shtruar për mua. Kështu që okay, ja ku jemi tani pas 4 viteve, e gjej veten deri diku mirë, ka gjithmonë vend për përmirësim, po që ndonjëherë mirë ka gjithmonë, po siç ka gjithmonë më mirë, ka edhe më keq, domethënë nuk duhet ta haruar fakt. Po shikoj, ndonjëherë të merr kjo mania e të mos kënaqurit që ti do gjithmonë më shumë edhe kjo, po ndonjëherë dhe duhet të ndalosh pak dhe të mendosh dhe të thuash në rregull, ti ke arritur këto që ke arritur, sepse tu desh një rrugë e gjatë prej 4 vitesh e vështirë, me gjithë ato demotivimet që ke pasur e tjera, kështu që njeriu edhe duhet të bëj pak mbrapa, mendoj unë, e të thoj okay, duhet të jem një herë falënderues dhe pastaj të vazhdosh me hapat e tjera, se normalisht shumë e rëndësishme. Unë nuk e shikoj domosdoshmërisht negative, për shembull, të kërkosh më shumë, të duash më shumë, të arrish më shumë, nuk e shikoj fare negative, por normalisht funksionon shumë më mirë nëse e kombinon me këtë pjesën që i bën një reality check vetes, okay, dalë, se domethënë pa buk nuk jam, i trash nuk jam, kam bërë këtë, ku isha, ku jam. Këto janë gjithmonë gjëra të mira, për shembull, që të bëjnë si në afat shkurtër, po ashtu edhe afat gjatë bën të ndihesh mirë me vete. Po unë
Ne, për ata që se dinë, më thonë, takuam bashkë në një mbledhje të Ilirium Brains edhe do të falenderoj se atë natë për shkakun mua personalisht Blion më ka bërë të ndihem goxha mirë sepse je një ndër nuk e di 3-4 personat e vetëm domethënë që në momentin e parë që jemi afruar ka thënë, po unë të njoh Ploni nga Buçi Podcast edhe unë nuk jam në atë fazë në jetën time domethënë dhe është diçka që wow. Edhe ishte shumë e fabuloze. Kështu që faleminderit e zbukurove domethënë I njohda të kripën asaj nate. Edhe pastaj edhe gjatë prezantimit, gjatë mbasi mbaj qalimit domethënë që prapë në një mënyrë shumë të zhdërvjelltë dhe pa asnjë lloj kompleksi domethënë bëre atë prezantimin tënd. Ishte diçka domethënë shumë tërheqëse, çfarë lloj individi, por aq më shumë tek femrat, por aq më shumë tek femrat shqiptare që fatkeqësisht të paktën sy të mi, mund ta kem gabim, janë disi të ndrojtura, disi arrogante, çik duan, çik nuk duan, domethënë varet. Ose thjesht kam pasur unë të bëj me të gabuara, domethënë nuk dihet. Mund të jetë çdo lloj varianti, por që ishte diçka të jetë atraktive. Për shembull, normalisht thash, okay, unë këtë e dua për veten time, në kuptimin që dua ta kem në podcast edhe të bisedojmë sepse isha I sigurt që do flisnim për disa gjëra edhe do ta jepi një farë lloje perspektive disa njerëz të tjerë, sidomos për shembull ajo çfarë do më pëlqente mua është nga ato gjëra që do flasim sot së bashku, sidomos pjesa e studentëve ose ata që sa kanë mbaruar shkollën, ose sa pa e filluar shkollën akoma, pas e marrin ca lloj ndjesi për veten e tyre, domethënë që e duan vërtet ata që po bëjnë apo ku duan të vënë, apo si mund të bëhet, apo sa e vështirë është, apo sa e thjeshtë është. Edhe me fikërisht me këtë dua ta nis domethënë. Ti ke bërë shkollën në Shqipëri, unë nuk po do I fare asaj pjesës domethënë si ka qenë shkolla atje, sepse jam I sigurt që si në çdo vend tjetër ka peripecitë veta, plus me nuk e di tani me ndonjë mungesë kushe etj, por do ta filloj me faktin që të bërë njohjen e diplomës për të punuar në Gjermani dhe ky si proces më intereson, ose më që ka të për shumë persona të tjerë që e provojnë, ka një që nuk kanë informacion fare se si funksionon edhe nëse mban mend ndonjë gjë nuk e di se akoma përpara është 4 vite, mëse ose më shumë, nëse mban mend ndonjë detaj të vogël, domethënë është e vështirë apo nëse ke ndonjë këshill domethënë për njerëzit që duan të ndjekin një njëjtin model. Patjetër, si fillim të falenderoj shumë për fjalët e sjellshme të përzemërta. Patjetër që unë të njifja të kam parë nuk besoj. Domethënë, ndoshta nuk e bërë viral sa që nuk e dim nga podcastet e tjera, faqet e tjera, po që meritën unë ta thash edhe atë ditë kur u takuam, ja japim çunave të podcastit Besit dhe Andit. Unë I ndjek prej shumë vitesh atje tashmë. Aty e kam dëgjuar dhe kam thënë përderisa këta po e promovojnë, patjetër që duhet të ketë diçka interesante. Nuk e dija që edhe ti ishe pjesë e Ilirium Brains, edhe unë jam bërë shumë herë tani prej 2 muajsh pjesë e grupit. Dhe u surprizova dhe prandaj edhe reagimi im ishte shumë natyral sepse ishte dy fish kënaqësi, domethënë të njihja virtualisht, po ishte edhe kënaqësi sepse ishte edhe pjesë e grupit ku un jam po ashtu shumë interesuar që të krijoj ato network-un edhe lidhjet e tjera. Kështu që për këtë gjë është kënaqësi edhe nga ana ime. Tani për sa I përket pjesës së procesit tim të ardhjes këtu të njohjes diplomës e tjera. Për sa I përket degës ekonomikut, ka një gjë të mirë se në Gjermani njihet si profesioni pa rregulluar, po themi. Domethënë ty nuk të duhet patjetër një shkollë specifike këtu, studim specifik apo një specializim e tjera siç mund të jetë mjekësia, degët e mjekësisë e tjera, por ti në momentin që vjen këtu dhe bën njohjen e diplomës, atëherë kompanitë e lënë në dorë të lirë, të thonë që okay, unë besoj te ky kandidat ose nuk besoj. Po themi ti mund mos bësh edhe fare njohje të nivelit të master, po mund ta lësh vetëm me njohjen e nivelit bachelor dhe prap ti je konkurrues dyert të hapin, gjithmonë në varësi të asaj çfarë ti ofron edhe se sa të pranojnë kompanitë, por nuk je I detyruar nga shteti, po themi ligjërisht që ti të vazhdosh një universitet tjetër për të bërë këtë njohjen e konvertimin e diplomës. Tani, Universiteti I Tiranës njihet, është I akredituar edhe në universitetet e tjera në Europë dhe kjo gjë po ashtu është një plus tjetër që të ndihmon në këto në tregun evropian, po themi. Plus që ideja është që nuk të merr shumë kohë sepse është një procedurë që në momentin që ti
ke ecur pak me nivelin e gjuhës, po themi, dhe e kupton edhe nga ana legjislative çfarë kërkohet, do të thënë ato janë terma specifik, sepse nuk po flasim për një email formal ose thjesht një komunikim përgjithshëm. Duhet i kuptosh, atëherë je e gatshme që është çdo gjë shumë e qartë. Do të thënë ty të duhet vetëm lista e notave, të duhet lista e degëve që ti ke studiuar në varësi të nivelit që ti po bën njohjen, do të thënë bachelor ose master. Gjitha këto i merr nga Universiteti i Përkatës në Shqipëri. Duhet të bësh përkthimin në gjuhën gjermane. Unë e kam bërë këtu në fakt, për qenë e sigurt, por di që ka dhe përkthyes gjerman në Shqipëri të cilët janë të njohur, të certifikuar, dhe pastaj është edhe një proces tjetër që quhet edhe ai si certifikim, po themi si letra të se nuk jam shumë okay me këtë pjesën legjislative, domethënë me termat legjislativ, po kam përshtypjen është edhe ajo një lloj certifikimi i atyre dokumentave që ti ke marrë, që janë origjinale nga universiteti jon, këtu nga bashkia e qytetit ku ti jeton, ajo ta vulos, merr një vul tjetër. Është i farë lloj noterizimi, se në Shqipëri noterizimi funksionon ndryshe, domethënë. Po, s'po vinte fjala dur, dhe kushton duket ka qenë 5 euro faqa. Po. Pastaj tarife përgjithshme është, më duket unë kam paguar diku te 200-300 euro nëse nuk gaboj, po më duket se 200 euro për të bërë njohjen. Dhe si kosto totale nuk shkon shumë, ndoshta nuk shkon më shumë në varësi të faqeve që ti ke, po domethënë unë mbaj mend ne kemi pasur goxha listë notash, listë lëndësh e tjera, ndoshta nuk do të shkojmë shumë se 400 euro si total. Domethënë unë e konsideroj një tarif shumë modeste për të bërë pastaj, sepse të hap rrugët në çdo. Ja vlen, është një investim që duhet, nëse ke mundësinë duhet ta bësh. Se ti as nuk do të vrasësh shumë nga ato nga i buxheti jot i përditshëm, domethënë është një buxhet i super menaxhueshëm, të cilin ti do të japi shumë benefite pastaj edhe në pjesën tjetër. Kështu që ky procesi më ka zgjatur diku tek 2 muaj pritje. Edhe çdo gjë është bërë elektronikisht, domethënë unë kam nisur me email dhe pastaj kam mbaruar çdo gjë ka qenë për 2 muaj kam marrë përgjigjen që është bërë njohja, është bërë konvertimi edhe voilà. Aty pastaj fillon pjesa tjetër. Pikërisht, bëre atë konvertimi, u konvertua, okay, në rregull, bukur fort, jemi tani të gatshëm, mund të vemi me shpatë në dorë dhe të çaj marrë të Gjermanisë. Çfarë bën robi pastaj? Nuk është aq sa duket. Sepse tani përveç faktit që ti, okay, duhet të jesh konkurrues në atë dokumentacionin që sjell, pra ti duhet të kesh një eksperiencë caktuar në degën që ti ke mbaruar universitetin, por pjesa tjetër më e vështirë akoma pastaj është fakti që një student i ardhur nga Shqipëria patjetër në 2 vjeçarin e parë duhet marrë gjithmonë një lloj konfirmimi nga zyrat e punës këtu. Duke qenë që ti nuk je në një vend i Europës, Shqipëria nuk është, atëherë ty të duhet fiks pari, do të thënë në shumë pak në eksperjenca ime, në shumë procese aplikimi që unë kam bërë, në momentin që ti fut të dhënat e tua e tjera, emër mbi emër e tjera, tek ai procesi i aplikimit, është edhe fakti nëse ty të duhet një leje qëndrimi, domethënë nëse ke një leje qëndrimi të përkohshme apo është një leje qëndrimi e zgjatur. Dhe ti 2 vitet e para e merr gjithmonë ato të rifreskuar çdo një vit. Kështu që kjo gjë unë mendoj që automatikisht kjo gjë të zbret nga ato sortimi që mund të bëj ajo kompania pastaj. Kështu që është shumë e vështirë kjo gjë një herë, pjesa e parë. E dyta pastaj është mosbesimi që ti vjen nga një vend jo europian dhe se si do përballesh ti me një treg europian me legjislacion të ri, me një treg gjerman që ti nuk ke asnjë lloj eksperience në fush, në tregun gjerman, por vjen nga një treg i vogël si Shqipëria që nuk është se ka nami më të mirë, po themi kuptimi që okay, ti do kesh fituar eksperiencën. Edhe pse ky është paragjykim mendoj unë. Sepse të ardhurit nga andej na ka bërë ne të jemi këta që jemi këtej, sepse duke qenë nga një ambient, pikërisht, nga një ambient andej akoma më mbjetues në kuptimin që ti e gjithmonë atë konkurrencën që okay, dhe këtë gjë duhet ta bësh sepse duhet ta bësh. Dhe pastaj kur vjen këtej ti e kupton që kur të tjerët e marrin me shumë qetësi atë pjesën e procesit, pritjes, për ne është gjithmonë ai luftë e brendshme që prit se unë nuk duhet pres, duhet ta bëj dhe këtë e tjera, që ne e kemi mendoj unë
paktën gjithë shqiptarët që mua, gjithë, pjesa më e madhe dhe shoqërisë time që unë njoh, janë kështu, shumë luftarar. Por që ajo që unë kam kuptuar është që në Gjermani të ka lidhur durimi. Do me thënë ti duhet patjetër që të presësh momentin dhe këtu vlen ajo shprehja trust the process. Do me thënë nuk arrihet çdo gjë në momentin që ti e do, sepse unë kam menduar që do të çoj një mikun edhe sa lek do aty bëm më mësetor, unë do pres sa të bëj. Nuk ka, jo këtu nuk bëhet. Do me thënë unë kam menduar në fillim, kisha eksperiencën, më ndihmoi dhe eksperienca që kisha në një vend tjetër të Europës, në Maltë, për të qenë deri diku më besueshme po themi për këta. Dhe përsëri ishte çdo gjë, po themi, e shumëzuar me zero në kuptimin që unë duhet prisja. Në 2 vitet e para unë nuk kam punuar në profesion, kam bërë diçka tjetër, kam qenë në recepcion në një hotel, që ka pasur lidhje fare me atë për çfarë unë erdha. Por e kuptova që është e vetmja mënyrë që nëse unë dua të arrij diçka, duhet që ti marr hapat një nga një. Do me thënë e para njëherë që ti duhet të jesh e besueshme në një institucion gjerman, që rëndësi ka nëse është firma ku ti do punosh si financiere apo është hoteli. Për sa kohë ti ke referenca të mira nga ky punëdhënës gjerman, që ti je një person që objektivat i përmbush, je njeri që respekton ambientin e punës e tjera, për këta referencat janë shumë të rëndësishme. Dhe kjo gjë pastaj do të sjelli, tani ndoshta duhet edhe pak fat që ti të jesh në atë vendin e dur në kohën e dur. Shumica njerëz që kanë hecur këtu të kanë qenë të suksesshëm, domethënë ndaj siç edhe unë ndaj të njëjtën eksperiencë me ty, edhe një pjesë e madhe njerëzve që unë po them që vërtet kanë çare dhe kanë çare me forcat e tyre, duke i marrë gjithë hapat me vete, gjithmonë ka qenë minimumi 1 ose 2 punë të tjera që kanë bërë përpara se të shkojnë atje ku donin. Unë kam bërë, nuk e di nëse ka ngelur në një gjë legale që s'e kam bërë, domethënë gjatë kohës që edhe kam qenë student edhe kam që edhe kërkoja domethënë të hyja në industrinë time. Se normalisht e njëjta që aplikohet, jo i huaj, jo i ri, jo student, jo nuk i di mirë terminologjinë, jo nuk të besojnë për sa përket vullnetit e tjerë, kështu që kjo është diçka, domethënë që unë shikoj po ashtu si tet pozitive se shton edhe vitalitetin e njeriu, themi të drejtën. E kupton, sado disa njerëz i duket që po pse atë punën do të bëj unë, e kupton, janë gjithmonë ata tipat që ngelin në kafe gjithë jetën, sepse duke mos e marr asnjëherë edhe hapin më të vogël, nuk vetë atje tek ai i madhi. Edhe unë do të pyesja domethënë për sa i përket pjesën e aplikimit, sa ka zgjatur procesi i aplikimit dhe sa aplikime ke bërë? Tani unë edhe aktualisht, përpara 2 javësh ndoshta e mbylla atë aplikimin tim të fundit, sepse kam gjetur, domethënë isha duke kërkuar, duke qenë që erdha e re në Berlin prej 2 muajsh tashmë, dhe distancën ku unë po punoj është pak, nuk është aq shumë e volitshme po themi, dhe thash ndoshta nuk ja vlen barra që ran që unë për ditë jem 2 orë vajte ardhi, e kupton, ku shumë mirë mund të gjej diçka tjetër. Dhe ky ka qenë para 2 javësh u finalizua çdo gjë, kështu që unë mund të themi që kam qenë që në momentin që kam ardhur në një kërkim konstant, gjithmonë duke kërkuar për sa i përket aplikime, pozicioneve të punës në profesion, sepse për mua ishte edhe pak jo ego, po themi, po unë gjithmonë duhet t'i rikujtoj e kupton pse erdha, sepse unë nuk erdha për të bërë recepcionin në një hotel në Gjermani, por unë erdha sepse doja që unë të rritesha edhe nga ana profesionale, domethënë kjo gjë më ka shtyr gjatë gjithë kohës që unë të jem në aplikime të vazhdueshme, për mos thënë nuk e di, ka pasur ditë që unë mund të dërgoja nga 10 aplikime, mund të dilte një fundjavë që isha gjatë gjithë ditën në shtëpi dhe isha shumë e motivuar, nuk isha në atë depresionin, po themi që çdo gjë është po më refuzohet, nuk po shkon mirë etj, dhe isha më e motivuar dhe aplikoja. Përgjigje negative kam marrë pafund, patjetër. Ke një numër në kokë sa mund të kesh dërguar emailë ose? Nuk e kam iden, mos t'ja fus kot, por që të betohen kam qenë në kërkim të vazhdueshëm. Dhe bukura është që unë nëse në vitin e parë po themi, kam aplikuar, se në fillim kam qenë shumë e fokusuar te këto kompanitë e auditit. Dhe kam thënë, do e filloj si junior dhe vazhdoj sepse në Shqipëri nuk kam pasur fare asnjë lloj eksperiencë për sa i përket këtyre kompanive të auditit dhe më është dukur gjithmonë interesante.
Dhe aplikoja në fillim kur kam ardhur, normalisht ata pa eksperiencë, pa referenca, me ata është praktikisht e pamundur të hysh. Dhe unë kam marrë refuzime në vitin e parë. Pastaj në vitin e dytë, kur më dukej sikur dhe me gjermanishten unë ndjesha më sigurt, ndoshta mund të kisha referenca ose isha me më shumë informacion, po them edhe nga persona të tjerë, dhe në vitin e dytë vazhdoja dhe aplikoja. Përsëri merja përgjigje negative. Domethënë unë edhe pse e dija që procesi do ishte përsëri refuzues, gjithmonë ka qenë ajo ideja ime që unë duhet aprovoj, duhet aplikoj, sepse asnjëherë ky është dhe qëllimi i pyetjes së se këtu duhet të dalë, domethënë do bëra si pyetje edhe për numrin, domethënë edhe se gjithë sepse dua që ta nënvizoj, ta them, ta bërtas dhe ta ulëras në shumë gjëra, sepse unë kur kam gjetur, unë mbaj mend sot e kësaj dite, sa kam gjetur, unë kam dërguar në har kohor 3 mujor 180 ca aplikime. Unë kam marrë nga 180 ca aplikime, 3 telefonata, 2 intervista dhe 1 punë në fund. Që ishte puna. Edhe puna fundit që kam marrë, e kam marrë nga intervista, nuk e kam marrë as nga kualifikimi as lloj gjë, domethënë ishte thjesht aftësi debati në atë tavolin. Edhe dua ta theksoj si eksperiencë që përsëritet në shumë njerëz, në shumë fusha të ndryshme, edhe duke i bërë, jo apel, se kush jam unë tash, u bëra unë të bëj apel, po thjesht duhet ta kuptoj njerëzit se nuk është aq e thjeshtë, më vëlla, gjatë gjithë kohës fakti që ty nuk pranohesh tek një punë, te një tjetër apo te një tjetër, do të thonë që varin lezë dhe ata s'të marrin, nga kush të fut në punë sot do kesh mi, do kesh te. Jo. Jo ne ke në xhep. Jo, po. Gjë nuk do humbasësh. Pikërisht. S'ke çonde. Duhet të aplikosh. Jo, tjetra. Jo, për çdo jo që vjen, aq më ke një arsye më shumë për të bërë një aplikim tjetër. Do t'i balancosh. Edhe nuk do të kemi, domethënë, as të sidomos për ata që dëgjojnë që janë të rinj, kjo është jashtëzakonisht shumë decizive, mos bini në njëjtin kurth që mund të kenë më të moshuar nga juve apo prindër apo tjetri, nuk ka rrugë të shkurtër nëse do që edhe kur bën punën të xej gjumin natën, se mund të gjesh rrugë të tjera domethënë, po varet tash e shef do vetën pasyrë apo jo. Kjo është decisive që ta krijosh vetë, ta kërkosh vetë, ta krijosh vetë, ta arrish vetë, ta mësosh vetë, ta prodhosh vetë, edhe të krenohesh vetë, pastaj mos ja kesh as kujt i përborsh, nuk ta bëri as xhaxhaj, as daja, as komshiu. Nuk e di. Sigurisht. Prandaj dhe unë thash që ajo që kam mësuar këtu është që Gjermania të ka lidh durimin. Domethënë ti duhet patjetër të presësh dhe të respektosh sistemin e tyre se si këta funksionojnë, sepse për ndryshe nuk funksionon ndryshe. Je ti ai që duhet presësh derisa të vi momenti jot. Absolutisht që duhet të jesh gjithmonë në kërkim. Nuk mund të rish të presësh ti se tani do të vi nga ty edhe do të vi nga qielli edhe do të vinë kompani do të trokasin. Okej, pasi ti je futur në treg dhe ke marrë eksperiencën dhe ti njifesh tashmë ke lënë shenjë, po themi, si një punëmarrës në një punëdhënës gjerman, pastaj rruga është shumë e lehtë. Realisht është shumë e lehtë. Sa e vështirë është Armela si të bëmi çik kontemporan me këtë pjesë. Sa e vështirë është, domethënë, jo vetëm si shqiptar, por edhe si shqiptar, por si një vajzë huaj, le të them, ose si një grup, nuk e di tani se kemi dhe frikët nga political correctness ose kësaj nuk e di me çfarë të quaj. Jo, jam konservator në pik. Oh, shiqyr, pek of dog. Edhe sa e vështirë është. Është e vështirë para fare, dhe nëse është e vështirë, sa e vështirë është, ose çfarë mund të jenë disa gjëra që mund të ndodhin ty, nuk mund të ndodhin dikujt tjetri, ose dikujt si ty domun. Tani ti po e flet në kuptimin e të qenit femër, sa e vështirë në një treg të huaj, apo sa e vështirë të jesh vetëm si një emigrant, po themi, në një vend të huaj? Të dyja. Okej. Unë mendoj se të qenurit jashtë vendit tënd është absolutisht e vështirë kudo të jesh ti. Mendoj që edhe unë universitetin e kam kryer në Tiranë, por që familja ime nuk është në Tiranë. Domethënë mua më desh të vija nga Fieri në Tiranë, që patjetër për mua ka qenë dhe kjo një fazë përgatitje, adaptimi, kështu që normalisht është normale kur ti ndryshon ambient, shoqëri dhe përballesh me një realitet të ri, patjetër që nuk është e lehtë. Tani mendoje këtë gjë në një plan më makro, po themi, që ti lësh Shqipërinë dhe vjen në një vend si Gjermania, që është absolutisht po ashtu, po kaq e vështirë.
Pra, siç po të thoja, ndryshimi si në plan mikro, si në plan makro, është gjithmonë i pa evitueshëm edhe ti duhet të futesh në atë fazën e ripërpunimit të vetvetes, po themi. Tani, se si është përqasja jote për t'ju afruar këtij realiteti të ri, pastaj kjo është ajo mendoj unë që e bën diferencën. Do me thënë, nëse ti ke një përqasje shumë pozitive në kuptimin që thua, ok, unë këtë ndryshim po e marr përsipër sepse unë e doja dhe ndoshta është një sfidë që ok, unë duhet ta provoj. Atëherë dhe rezultatin dhe procesin kur ti po shkon përmes, po themi, do ta kesh shumë herë më të kollaj, do me thënë nuk do të vrasaj shumë emocionalisht, psikologjikisht, nuk do të rëndoj. Në momentin që ti thua pastaj që ok, kjo është shumë e frikshme, është një ndryshim shumë i madh për mua etj, patjetër që ka efektet e saj sepse do të ndikojnë në psikologjinë tënde dhe do thuash ok, ndoshta është shumë për atë që unë mund të bëj ose duhet të bëj. Kështu që unë e lidh këtë gjë vetëm me përqasjen që ke ndaj ndryshimet se sa më shumë me gjinin. Do me thënë për mua është si ti jesh mashkull, si ti jesh femër, në momentin që ke një përqasje pozitive ndaj ndryshimit, unë mendoj që ja del. Ma fitove zemrën me këtë fjali, sepse edhe unë atë mendoj, domethënë që s'ka ka ndonjë farë lloj barazie për sa i përket kapacitetit trurit dhe inteligjencës, domethënë në këtë rast është barazi absolute dhe nuk ka lidhje fare me organet gjinitale. Nuk e mendoj. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Po si është emigrimi? Përveçse kur vete në Shqipëri që thot mami, për shumë më shumë mirë këtu apo atje? Shiko, patjetër që të qenurit larg familjes, larg shoqërisë, e kupton, unë kam lëvizur jashtë në një moshë relativisht të madhe, po themi se nuk është se unë ka student ose 18 vjeç apo ku di unë 14 vjeç, edhe ta kisha më të lehtë këtë pjesën e ndryshimit, po themi. Unë kam ikur diku tek 29 vjeç, po. Kështu që kisha formuar gjërat e mia në Shqipëri etj dhe ajo që kur unë ika, do me thënë, kam ikur me një synim të qartë, në kuptimin që unë e dija ç'a do më priste jashtë, e dija ç'a lash, dhe le të themi që emocionalisht isha deri diku e përgatitur. Rezultoja ma që ishte një gënjeshtër shumë e madhe, sepse ti asnjëherë nuk je emocionalisht shumë i përgatitur për të qenë larg familjes tënde, larg vendit tënd. Do me thënë, sado që unë këtu përpiqem edhe ta autosuggestionohem pak dhe të them që ok, sepse unë jam për një qëllim, etj, po rritem, po ndryshoj, e kam vënë veten time në tjera limite, prap do me thënë ti do dalësh tek ajo bërthama jote, do e kuptosh. Ja, ato gjërat e bukura që i themi vetes çdo mëngjes ose çdo ditë e errët. Pikërisht. Po që është e vetmja mënyrë, po themi luftë se si mund ta mposh se për ndryshe kjo gjë. Po me këto njohuri që ke tani, me gjithë informacion që ke tani, me çfarë di si për Maltën, si për Gjermanisht, nëse do ishte prap nga zero, do ishte akoma në Shqipëri, domethënë, ose ajo kohë do të ripërsëritet edhe një herë, apo me të njëjtën njohuri që ke tani do e merrje prapë si jap? Patjetër që do e merrja, sepse shiko, unë përveç gjithë vështirësisë që kam kaluar, që nuk besoj se e kam kaluar vetëm unë, e kalojnë të gjithë, domethënë absolutisht nuk mendoj që kam kaluar drama më të madhe të jetës time. Ndoshta drama më e madhe është nga ana emocionale, po themi që unë e kam njohur veten time në të tjera nivele, sepse kam qenë vetëm, jam larguar nga familja, kam lënë shoqërinë time etj. Domethënë ana emocionale që ka qenë ndryshim për mua. Përse për sa i përket anës profesionale ose të jetuarit në një ambient tjetër, në një shtëpi tjetër etj, kjo është një gjë shumë e përkohshme, mendoj unë që vjen në proces, nuk është se është një gjë që oh wow, ç'a do ndodhi dhe do vi çudia më e madhe. Ta thash, vetmja gjë që më ka ndodhur është ky ndryshimi emocional ose pjekuria, po themi, që më ka ndodhur si person. Kështu që patjetër nuk e di nëse je okay të flasim pak për këtë pjesën emocionale, domethënë se un kam qejf të flas për to. Kohët e fundit e kam zbuluar që kam aftësi të flas për emocionet e mia, se përpara më duket gogol. Po do thosha që e kam gjetur atë kurajën të kohët e fundit, domethënë dhe flas goxha për emocionet. Dhe dua të pyesja domethënë që si është, sa e lehtë është, sa ngarkohet njeriu emocionalisht larg, duke i përmendur ato që okay, je larg familjes, larg njerëzve që do, larg njerëzve që ke kaluar një kohë të madhe, ke parasysh, po çfarë bën për shembull Armela për ta bërë këtë gjë më të lehtë, domethënë, cila është rakia jote?
Shumë pyetje lezetshme kjo. Tani, përveç se nuk ka një formul, po themi, sepse çfarë funksionon për ty nuk funksionon për mua dhe Ana Sjellta, se është gjë shumë subjektive mendoj unë. Po e rëndësishme është që njeriu duhet patjetër që t'i japi gjithmonë shtysa vetes. Domethënë ti kur e shikon që po arrin atë limitin tënd shumë të ulët emocional, aty duhet thuash jo se tani nuk duhet bësh patjetër diçka. Ndoshta duhet dalësh, ndoshta duhet shoqërohesh me dikë, ndoshta duhet bësh një punë të dytë etj. Për mua, personalisht, kjo pjesa e ndryshimit e të ardhurit të jetuarit këtej, e ka bërë akoma më të vështirë dhe e ka rënduar më shumë gjendjen time emocionale, përpos se ka pjekur maturuar etj. Do me thënë qëndrojnë të dyja bashkë, nuk mendoj që ka maturi pa pasur një herë kështu një shëmbje emocionale, por e ka bërë më të vështirë fakti që është Gjermani. Do me thënë ti je në një vend që dihet tashmë, që klima e bën këtë gjë, njerëzit e bëjnë këtë gjë, mentaliteti, do me thënë ambienti ku ti pretendon që do ta amortizoj pak atë ndjesinë tënde të brendshme nuk të ndihmon. Kështu që për të dorëzuar dhe për të thënë kjo s'është për mua është mënyra më e lehtë. Prandaj dhe unë them që është shumë subjektive dhe duhet jetë individuale çdo kujt që ta ngrej veten, sepse nëse do presësh nga ambienti, atëherë ka shumë shanse që të marrësh valixhet edhe të kthehesh. Unë se kuptoj edhe mendësinë e kësaj që të ngrej ambientit, domethënë unë jam kundër edhe këtyre njerëzve që shkojnë, ku dëgjojnë, siç e janë këto western girls që shkojnë në Indi për të gjetur veten apo gjëra të tjera anekdotike të këtij lloji, domethënë që më fal zotëri ose zonjë nderuar, kush ta ka për borxh të rregullojë ty, domethënë është kaq e thjeshtë, çdo gjë është përgjegjësia jote personale, çfarë kur çosh mëngjes derisa kur vete fle. Apo ka disa gjëra që mund ta bëjnë më të vështirë, ka disa gjëra që mund ta bëjnë më të thjeshtë, ato që japin ndikim pozitiv apo negativ, po në rregull, po çdo gjë, unë për mendimin tim mbetet, edhe do të mbetet përgjegjësi personale. Bie dhe s'bie dakord me ty, sepse ti je një qenie sociale, ti nuk je një person individualist në këtë botë, në këtë shoqëri, që të duhet të kujdesesh vetëm për veten tënde. Do me thënë ti përderisa funksionon në komunitet, je një qenie sociale, patjetër që të duhet, patjetër edhe ajo energjia që ti merr nga të tjerët apo që ti u jep tjerëve, se ndryshe nuk funksionon. Do me thënë të duhet ai ushqimi emocional që e merr. Jo domosdoshmërisht, nuk po them që kjo do vi vetëm nga të tjerët, por nëse vjen edhe nga të tjerët, atëherë është më e lehtë ajo pjesa që ti ke për të bërë me veten tënde. Kështu që pra, këtë po mendosh, jo se është e pamundur, robi absolutisht, nuk janë të shkëputur. Nëse kërkon mjaftueshëm gjatë, mjaftueshëm thellë, domethënë e gjen gjithmonë. Patjetër. Janë raste, nuk e di tani çfarë duhet të jesh në një vend vërtet shumë të errët me veten tënde, domethënë që ti je futur në atë lloj vorbulle që nuk i gjen dot fundin, atëherë normalisht mund duhet një ndim profesionale etj, domethënë, por në shumicën e rasteve, po flasim për njerëzit si unë edhe ti, nëse kërkon mjaftueshëm dhe ke vullnet dhe e respekton dhe e do veten në radh parë ai shumë sa ta çosh tek ai vendi i bukur ku do të ta çosh, zakonisht ja del. Kështu që unë nuk e di, unë ka vetëm në kinema. Edhe nuk duhet të llastohemi kaq shumë, e kupton se të kap ajo nuk e di, ajo ideja që jam vetëm, jam këtej, gjërat e vështira etj. Domethënë, duke ndonjëherë edhe pak kështu si llastime të tepruara, në kuptimin që tani ti e di, këtë situatë e more përsipër, je këtu, çdo gjë ka kohën e vet, tani, okay, nëse do ankohemi, mund të ankohemi gjithë ditën, nuk është problem, domethënë. Po ideja është që pse kur mund të kesh një tjetër mindset që në rregull, kjo gjë vjen paket me këtë gjën e mirë. Do vi dhe kjo pjesa e vetmisë, e ngarkesës emocionale etj. Ama është paket, nuk mund të vi njëra pa tjetrën. Kështu që prandaj shiko, kjo ka dhe atë anën tjetër të medaljes, domethënë që të gjërat pozitive që fillon edhe çan edhe je më i fuqishëm në punë, që e ke atë punën domethënë gjën më kryesore se po thoj, okay, jam pak vetëm për këto 4 muaj, jam pak i izoluar etj dhe mundohesh që të tjetrën që po bën të paktën ta bësh ta klëm. Edhe po ta vësh re janë shumë mirë, sidomos ata që janë akoma në Shqipëri. Ai rrethi i komfortit që janë rehat, ndjejnë dashuri me njëri tjetrin që kanë ku të çajin halle, domethënë, ndonjëherë kthehet rikoshet, kthehet bumerang mbrapsht dhe nuk i lë të ndërmarrin hapat të tjerë, nuk i lë të fokusohen te diçka sepse janë relativisht rehat aty ku janë, kështu që e flojë rrezikshme.
E vërtet. Duhet ta ndaj Robi atë ndjesinë e protektivitetit që merr nga rrethi vet, edhe se sa i aftë i Zoti është për t'i dalë ballë përgjegjësive që i takojnë individuale, kështu që bie dakord me ty. Çfarë që nga gjërat e bezdis keq fare të Gjermania? Mua më ka bezdisur, vazhdon të më bezdisi dhe besoj do më bezdisi fakti që këta nuk janë njerëz praktik. Domethënë, me të tyren, me sistemin e tyre, këta mund të jenë shumë okay, sepse ndryshe nuk funksionon, nuk mund të menaxhosh ti një shtet kaq të madh sa këta pa qenë në skem. Por, duke qenë që unë do jem përjetësisht shqiptare me gjak shqiptari, mua kjo gjë mungesa e prakticitetit, kur këta i marrin gjërat shumë avash, që këta mendojnë që okay, se do kanë e tyre, mua kjo gjë, kjo sloth moodi që kanë këta ndonjëherë më nuk e di, më mendoj që them si ka mundësi që këta janë këtu ku janë me gjithë të qetësi, domethënë. Po që ndoshta kjo është një gjë që unë duhet ta moderoj deri diku, po themi, sepse ashtu si jemi mësuar në andej, është ajo ideja që ti i bën gjëra dhe i do t'i mbarosh tani shpejt, se thua okay, hajde se ta heqësh edhe këtë gjë që ke për të bërë. Po që kjo është e vetmja gjë që mua më pëlqen, nuk më pëlqen shumë tek ta, është kjo pjesa e të qenurit pak shumë brenda skemës. Edhe në momentin që ti ke mundësi të dalësh pak brenda skemës, sepse nuk do prishet sistemi, këta nuk e bëjnë vetëm sepse janë mësuar me atë metodë. Domethënë nuk janë shumë të hapur ndaj ndryshimit. Po shqyr në një nga që janë kështu, sepse këtu hyjmë në punë njerëz puna jon, për shembull, që kanë qef që gjatë gjithë kohës mundohen të mendojnë ja skemesh, domethënë, edhe krijohemi, domethënë, pas një farë kohe mbas ti e vërtetojmë veten, domethënë normalisht me gjak, me mund, me djerë, se leshi dreqi shejtani. Kthehemi në asete për personat që punojmë ose për firmat që punojnë, domethënë se normalisht ne kemi gjithmonë atë bërë shikojmë gjithmonë si sistem nga jashtë. Pavarësisht se ne jemi pjesë e sistemit, domethënë, pamendja edhe ti e ke që shpesh herë e gjen veten duke menduar që sistemi këtyre, është këtyre sistemi, nuk është jemi, pavarësisht se ti je vetë në sistem brenda. E drejtë, shumë e vërtetë është. Edhe me mua ndodh kjo. Nuk është se konsideroj akoma Gjermaninë si shtëpi ose të jem pjesë e të gjithës. Nuk e di, ndoshta duhet edhe pak kohë sa të jem. Si ka benefitet e veta, domethënë, kur e shikon se gjithë të tret si diçka që ti shikon nga jashtë, domethënë, e ke edhe këtë aftësinë të shikosh gabime, se është shumë e vështirë për një gjerman të dallojë këto gjëra që po dallon ti, për shembull. Edhe unë dalloj shumë. Ka edhe një shtet i madh normalisht, sidomos një administratë e madhe shumë e vështirë të ndërmarrë, sidomos krasitja, sidomos heqja e disa gjërave. Ktu ka shumë budalliqe të mundshme, për shembull, një kuriozitet për në gastronomi, këto frigoriferet me vetë rregullues, për shembull, do të mbushësh një flet që ja ke kontrolluar temperaturën. Sepse ashtu kanë qenë përpara, do të ja ke kontrolluar e ka temperaturën standard apo jo. Po tani këto janë me database, rregullojnë vetë, domethënë dhe kanë të sejvuar në një database që ti thjesht mund ta marrësh, ta shkartosh informacionet dhe ta tregosh. Nuk ka arritur legjislacioni të heqë listën akoma, e kupton? Ti ke në database, po prapë do të mbushësh letrën sepse akoma nuk i ka ardhur radha që ai ligji i vjetër të përshtatet ose të hiqet, domethënë me ligjin e ri etj. Kështu që këto janë disa nga gjërat negative kur e ke, domethënë, burokracinë të qepur e të qendisur nga të gjitha anët, por çfarë ti bëjmë? Shikoj, ndonjëherë më mirë kështu se sa pa gjë fare, domethënë që se di ku ke kokën. Me paketën edhe këto janë të gjitha pjesë, kështu që i ka të gjitha Gjermania. Nuk mund ta lësh të shikosh vetëm këtë pjesën e komoditetit apo nuk e di, ta bësh ndryshimin dhe krahasimin me Shqipërinë, pa pranuar që kemi diferenca sepse jemi komplet dy popull me mendësi komplet të ndryshme, kështu që normalisht paktën mua personalisht shumë gjëra më bëjnë çka janë kulturalisht, po themi më bëjnë përshtypje. Dhe do më bëjnë gjithmonë, nëse nuk është se është ideja që këta s'janë korrekt në punë ose nuk janë të digitalizuar aq sa duhet ose të hapur ose nuk investojnë. Thjesht këta kanë një mënyrë kulturalisht ashtu janë të ndërtuar që janë të kopsitur në atë sistemin e tyre. Kështu që ndryshe nga ne dhe kjo gjë prandaj mua më bën përshtypje. Po që nuk është negative apo pozitive, po themi. Ëla është Gjermania destinacioni jot përfundimtar? Nuk e di, të jem e sinqert, nuk mund të flas me
Nuk e di. Do e lë të hapur, po themi Kismet. fiks kismet, tamam kismet. Po ndoshta edhe gjë, domethënë ky ndryshimi edhe këto zhvendosja ose çado gjë tjetër, ku do jetë më mirë, ç'a do jetë më mirë, ç'a do jetë më ndryshe, domethënë dhe kjo gjë më bën të mendohem dhe të them që prit se ndoshta jo thjesht pse duhet lëvizësh, po unë e mendoj thjesht nga ana sociale, domethënë mua vetëm kjo gjë më bën që të mendohem nëse do jetë apo s'do jetë, vetëm ana sociale, ajo më pengon. Pastaj pjesa tjetër nuk mendoj që ka. Sa do vihet të përmirësohet, se ja bashku njohëm, me lirin Brensi, sa kemi dhe gjërat e tjera spektakolare që do vinë, mishmash, njerëz tjerë. Kështu që edhe nëse se kishe ti destinacion përfundimtar do ta bëj me zor destinacion përfundimtar. S'ke ku vete. Okej. Do ktheheshe ndonjëherë mbrapsht në Shqipëri, edhe nëse po çfarë duhet të ndodhte, çfarë variablash duhet të takonin ty, ose çfarë gjërash duhet të ndryshonin, çfarë ofertash duhet të kishe që të ktheheshe? Besoj që do kthehesha në Shqipëri, patjetër që do kthehesha, e para sepse është vendi im, është gjuha ime dhe ti sido të jetë me të mirat dhe të këqijat e saj, ti aty je 100% vetvetja sepse është çdo gjë organike, është natyrale. Por, ajo që do doja unë të bëja, ishte që unë të jem ndoshta në Shqipëri dhe të punoj për një kompani të huaj. Domethënë, do ishte kjo mundësia e të punuarit remote, sepse profesioni im e lejon, nuk është se unë jam e detyruar që të jem patjetër në zyrë ose në një vend të caktuar që të bëj punën time, po që asnjëherë nuk e dihet. Patjetër, ai është vend, ta thash, është vendi im, është familja ime, është çdo gjë është atje, kështu që sikur fundi botës të vi, Shqipëria do jetë për ne, domethënë, nuk do jetë Gjermania, në rast që do vi momenti që ti duhet kthehesh te rrënjët e tua, po themi. Kështu që, por që nuk duhet të ndodhi ndonjë supernova apo. Nuk është se ke kështu kushte, për shembull që dua rrogën kaq, dua kështu, duhet të ketë shkolla, duhet të ketë gjëra. Po ajo është një gjë e kuptueshme Blon, se supozohet që ti ke ikur, ke lënë një standard caktuar dhe ke ardhur në një tjetër standard. Tani nuk mund të kthehesh me, nuk e di unë, 20 shkallë poshtë për të thënë që ta bëj pyetjen pikërisht për këtë, se e zëm, domethënë se e paguhesh një siç paguhesh tash dhe jeton në Shqipëri. Po shikoj çfarë është problemi domethënë. Nuk e di në rastin tënd specifik, po marrim një rast një njerëz si të Simsat, një njerëz gjenerativ, domethënë që do krijojë si mashkull, si femër, do krijojë një familje, do ketë minimumi një fëmijë. Problematika është domethënë infrastruktura, siguria në publik, shkollat, kopshtet, spitalet, sistemet e pastrimit, pensionit, ku të gjitha ato gjërat e tjera. Duke jetuar për një farë kohë në një vend të huaj, ku këto gjëra le të themi që funksionojnë, sidomos për ne që jemi në punë që paguajmë taksa. Nuk mund të qajemi domethënë siç mund të qajnë disa të tjerë. Funksionojnë. Është okay. Ç'a i bëhet, domethënë kur ikën nga kjo, leku është i njëjtë, edhe aty të del neto në fund të del më shumë, domethënë, po janë të gjitha ato gjërat e tjera, pastaj që fëmia do të bezdisi se do e mbarojmë më shpejt shkollën, jo si këtu, do kesh një gjë tjetër, apo bo kjo, apo bo ajo, jo pluri, jo kaosi, etj. Janë këto faktorë për ty, apo ty e ke që plakosin bezdisin fare? Shiko, ndoshta kjo është perspektivë femërore kundrejt asaj tëndes mashkullore, sepse ti ishe më racional se dua 1, 2, 3, shkolla, ambienti, infrastruktura etj. Kurse unë ndoshta e shikoj pak edhe nga ndjeshmëria femërore, domethënë mua më intereson pak edhe ajo pjesa e empatisë që krijohet andej. Në rast që po flasim për krijimin, nisën e një krijimi në një familje. Tani unë për këtë gjë nuk e kam menduar, të jem e sinqert, sepse nuk jam akoma në ato kushte dhe ndoshta kur të vi momenti unë atëherë po. Jo, asnjë, e thash të marrim një njerëz gjenerat. Në parim po e flasim që duke qenë që unë patjetër i vlerësoj këto mundësitë, kushtet, sigurinë etj, çdo gjë që ne e dim tashmë që Gjermania ta ofron. Por më pëlqen edhe ajo pjesa empatike që kemi ne me njëri tjetrin, domethënë si rriten fëmijët në Shqipëri me atë dashurinë e familjes, me atë rritjen emocionale, po themi që këtu më duket pak e vështirë, këtu zor se e krijon, domethënë. Dhe kjo është e vetmja gjë që ndoshta unë e mendoj si
Okej, pikpyetje që ndoshta nuk do jetë destinacioni im final. Po ta thash, kjo është thjesht në parim. Ndoshta nëse më pyet pas X vitesh, do të them që jo, se e kam menduar ndryshe atëre. Po që premtim publik mbas 2 vitesh prapë më që podcast do të pyes fiks për këtë gjë, se është në internet, interneti nuk haron më asnjëherë. Po shumë mirë, le të ngele atë. Por që nuk e di, nuk mund t'jap një përgjigje përfundimtare. Okej, ne i dim problemet që kanë në Shqipëri, patjetër që i vëmë re më shumë sepse i krahasoj me standardin në Gjermani, po gjithsesi ta thash, nuk është jeta vetëm punë, siguri financiare, edhe do me thënë një jetë shumë asfalt, po themi, në kuptimin që ti je gjithmonë duke rendur. Ndoshta duhet parë pak edhe kjo ana emocionale, kupton se ne na ka marrë ky kapitalizmi kështu edhe po harrojmë që prit se po i shkput lidhje, do s'do, domethënë. Edhe po bëjmë goxha më të ftohtë, jemi bërë goxha më robotik, jemi bërë goxha. Unë racionalitetin domethënë shikojnë vetëm në mënyrë si mjet, jo se i largohen vuajtjes, po është një gjë tjetër të kaloj unë atë gjë, është një gjë tjetër që unë s'kam akoma fëmijë, domethënë që ta di që të mund ta perceptoj, por që thjesht e mendoj, bëj një projekcion të ardhmë që nëse diçka që do kaloj unë duket shumë okay, kurse nëse do ishte diçka që do ta kalonte fëmia ime, nuk e di, duket pak weird, domethënë që ta lësh nëse ke një opsion tjetër. Okej. Basi është një çik fillestare kjo, si mendon tash domethënë që është okay ta vuash vetë, por nuk është okay që ta vuaj fëmia, kështu që edhe ai do mësoj diçka nga ajo. Se dim, nuk kemi as eksperiencë as bëjmë edhe unë kështu. Nuk marr kompetenca për të juaj nga ato. Jo. Pare. Unë dua të mbaj shumë se e para fare ka do bëj psonisje vetë, po që për të tjera duhet do kemi dhe biseda të tjera, të paktën do ishte dëshira ime që të bisedonim dhe herë të tjera për gjëra domethënë më specifike ose për çfarë na pëlqen neve, dhe për mbyllje unë do të doja të më thoje një film, një serial dhe një këngë të bukur. Këtu më kapi shumë pa përgatitur. Pëlqejnë filmat zakonisht? Mua më pëlqejnë patjetër që më pëlqen të shikoj filma, po nuk jam nga këto film addicted që unë të jem çdo javë ose çdo fundjavë ose ku di unë në kinema ose të marr laptopin. Jam shumë më shumë te këto dokumentaret. Më mirë të jenë dokumentar historik ose dokumentar të bazuar në histori njerëzore. Për filmat ndoshta nuk jam kritikja më e mirë, ose patjetër që nëse luan një aktor i mirë, unë e marr të mirëqenë që do jetë një film shumë i mirë. Jo gjithmonë ka treguar kështu se Hollywoodi ka komercializuar pak gjëra tani. Po që është shumë e çuditshme sepse unë nuk jam shumë person kështu sentimental, po themi në kuptimin që ky është filmi më i bukur që kam parë ose kënga më e bukur apo seriali më i bukur. Për mua është gjithçka varet nga stadi im emocional. Do me thënë nëse unë jam në një stad shumë euforik për momentin, këto 2 muaj ose nuk e di kohëve të fundit, për mua dhe një këngë shumë e arreshme që mund të jetë thjesht një vibe shumë i mirë, më jep një përmbushje shumë okay, po kjo nuk do me thënë që duhet jetë patjetër shija ime duhet jetë definitive për të përcaktuar nivelin e Po më ashtu bëm, fiks na jep vibe-in e momentit, domethënë me gjën një kujt tani. Cili është filmi preferuar ose filmi që të duket i mirë, seriali dhe kënga, apo nuk shikon seriale? Doja të nisja këtë të fundit Fool Me Once, më kanë thënë që është goxha i lezetshëm, nuk e kam nisur akoma, është një serial që është disi enigmë, disi dram, po themi, që të mban, duhet ta nisja. Ndoshta filmi më i bukur, po tani për të kthyer te klasikët, po them Schindler's List, ndoshta mendoj do ngelet, do jetë gjithkohës, se të prek mendoj edhe historike dhe këtë pjesën. Nga këta të rinjt, e harrova atë, ka qenë një film që vërtet më ka bërë vjet, më duket ka qenë ose para 2 vitesh, ka qenë dhe i nominuar për Oscar, më duket se fitoi Everything Everywhere at Any Time, duket. Everything Everywhere at the Same Time. Po, same time. Ai vërtet më ka pëlqyer, sepse kisha kohë që nuk shikoja film që realisht të ziste 2 orë disa minuta, po që të më mbante edhe të thoja, okay. Ka pasur atë momentin edhe unë aty. Pastaj këngë,
Nuk e di Bleon, ta thash është me faza. Për momentin jam duke dëgjuar Kanye West, Back to Me, më pëlqen ajo. Bravo. Por që jam edhe standarde. person, po. Ai është njëri i pa kancelueshëm burri dhill. Çfarë ndodhi me atë çfarë sa? Në momenti që mua më jep një ndjesi pozitive, për mua pastaj pjesa tjetër është e debatueshme patjetër, po nuk po flasim si artistin në moral, po themi si një prodhim muzikor ose nuk e di. Tani si prodhim po them, prandaj tani për momentin më jep një vibe shumë mirë. Nuk do ta bëjmë deputet, jo. Pikërisht. Po ndoshta nga të preferuarit e mi mund të jetë The Weeknd që është gjithmonë aty në çdo playlist, si në momente të ulta, si në momente euforike, do jetë aty. Kë popullore dëgjon ti? Patjetër dëgjoj. Patjetër. Po ndoshta kur jemi shumë. Kam playlista kështu. Bile e ka edhe njerëz në YouTube, nëse ti ke YouTube Music për shembull, te Buçi Podcast ka ca playlista kështu me këngë veriu, këngë jugu për shembull, të kënaqen. 200-300 këngë vën makinë, me rrugën për çet. Bravo. Lule. Kështu ka qenë edhe eksperienca ime e fundit kur erdha, duke qenë që ishte një orë 6 orë i gjatë për në Berlin, ka qenë një mix me popullore, të huaja, shqiptare, kështu që mua ka kapur dhe një algoritmi TikToku tash që më nxjerr vetëm këto këngë ISO që janë të filmuara me telefon, kështu jam kënaqur fare. Keq, kena jugu. Unë kam shumë qejf këto. Gjithsesi, po këto Poor Things e ke parë? Poor Things, duhet kujtohem, kam një problem shumë. Nëse mund nga Andi Gjova, atëherë në fund që foli Andi tha që është ky këmbëshia jo regjisori grek, domethënë kështu, thashun hajde ta shikojmë aty, hajde do vëmë ta shikojmë kinema, vajt me pam kinema. Domethënë nuk është wow, nuk është domethënë kështu the ultimate shit ever, po është aq weird, domethënë aq çuditshëm, konstant, gjatë gjithë kohës, nga fillimi deri në fund, domethënë se aty të bën ta pëlqesh. Domethënë të shkarkon një farë lloj dopamine që është e pa. Unë nuk e përmbledh dot në fjalë se nuk është se ka ndonjë histori heroi, për shembull, nuk është si ai heroi që ishte në moment të vështirë, pastaj ja doli e përmbysi, apo ajo që u tradhtua dhe pastaj doli që ja e mirë, apo Jezusi leshi preshi. Është diçka domethënë që është thjesht e çuditshme gjatë gjithë kohës. Domethënë ka disa gjëra që në një mënyrë logjike nëse në kohë reale e ke kapacitetin ti mendosh, që nuk është gjë e mirë se supozohet ta kesh momentin e filmit. Bëjnë shumë sens, domethënë se si e ka menduar ai regjisori ose ai që ka shkruar librin, është dhe libër më sa më përpara, unë se di atë ka ajo te book club i Lirën Brenzin, madje më thanë që po ti lexoj një librin pastaj i shikon filmin, domethënë është kjo shpreha. Okej, interesante. Që kanë thënë gjithë njerëzit, po që ishte, I don't know, 8 nga 10 për mua ose 9, nuk e di. Po që nuk e di, domethënë të mpes njeriu, ngeca tash për shembull. Do t'ia thosh njeriu se çfarë nuk ja thua dot. Po pikërisht, sepse dhe me mua kjo gjë funksionon. Domethënë është një gjë shumë ndjesore, më shumë se sa praktike. Domethënë, ashtu si më bën mua një këngë ose një film, po themi, apo një dokumentar në një X moment, ndoshta për ty mund të jetë thua, po ky që nga filmi më i mërzitshëm ndonjëherë, nuk e di se si mund të ketë, por për mua mund të ketë shkaktuar ndoshta ato kështu ca shkarkesa elektrike ose ca shkarkesa emocionale që thua, okay, mua më futin në një katarsis, po themi. Kështu që ndoshta është edhe subjektive tani për mos të bërë këtë kritikun e filmave dhe të artit, unë po e lë kështu në plan shumë modest dhe po them që varet nga ndjesia. Shikoj, patjetër që shikoj, interesohem, i marr informacion. Bën kritika, jo, ne po flasim që neve. Absolutisht, po për thënë që se ne jemi superior dhe njerëzit duhet na dëgjojnë ne se shihet e tona. Patjetër. Por që për të thënë unë do jap iden, domethënë unë mund të jap ide një personi që unë e njoh, po themi, dhe të them që e di pak a shumë se çfarë natyre ka dhe mund t'ia sugjeroj diçka sepse e di që do t'i bëj efekt. Kurse një person që unë nuk e njoh mund të jetë njeriu më i ftohtë ndoshta në natyrë dhe një film romantik ose një film ose një dramë ndoshta si shkakton asnjë lloj ndjesie dhe thotë çfarë është kjo që më sugjerove. Prandaj them është shumë subjektive dhe kjo pjesa e sugjerimit, ashtu si edhe shijimit, këngë, film, dokumentar, serial, çdo lloj gjë qoftë, libër, kështu që varet. Ose klasike, tele klasike mendoj unë. Okej, të dëgjuar, të dashur dëgjues, na mbaruan bateritë. Edhe shikues, ky episod siç e dini ka dalë kohën përpara në Patreon, ku juve duhet të shkoni të bëheni pjesë, mos jeni do shtrënguar, bëni se vap.
Një kafe. Sa me zore, e kam vdekje fare kur kërkoj për këto gjëra. Gjithsesi, më kryesorja është bëni like, share, comment, komentoni gjërat tuaja nëse keni ndonjë gjë për të shtuar, nëse keni ndonjë gjë specifike, bëni koment ose dërgojeni me mesazh, domethënë ja bëjmë marrëdhënies direkte ose nëse keni gjë me mua. Unë se di çfarë mund të kemi me mua, po që po patë gjë, thjesht shkruajini edhe merremi vesh, ja dalim. E qarkullojmë informacionin, nuk e mbajmë për vete, nuk bëjmë gatekeeping, jemi komplet e kundërta. Edhe shpërndajeni me miqtë tuaj, shpërndajeni, bëjnë ndaj muhabet, përmendjani dikujt tjetër edhe rritemi së bashku. Armela, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, edhe shpresoj të dëgjohemi, shihemi, për të parë të shihemi edhe në eventet edhe privatisht, po përsëri në Buci Podcast e kam fjalën edhe gjërat bukura do vinë. Pak po e sigurt, falenderoj shumë, u kënaqa. Bucim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.